përmendi faktin qysh ta zëm Kosova para disa viteve në shumë aspekte ndoshta ka qenë para Shqipërisë sa i përket rrugës integruese, por sot jemi vite larg me Shqipërinë. Domethënë dhe këtu tregon se ne dikun kemi çaluar, dikun kemi bërë gabime të caktuara të cilat na kanë lënë këtu nuk ku jemi, në vend që normalisht ne të bënim përparime edhe më shumë, ndoshta dhe eventualisht po them të jemi ndoshta një stad të njëjtë me Shqipërinë apo pse jo, ndoshta edhe më përpara se Shqipëria. Po problemi është se gabimet që janë bërë ndër vitet e fundit nga politika normalisht, nga askush tjetër, jemi këtu ku jemi. Kështu që problemi është që uroj që zgjedhjet e qëshorit më të vërtet cilin zgjidhje dhe jo të na sjellin në situatë të cila pak a shumë edhe po pritet Albe, pra që pak a shumë të përsëritet kjo kriza që kemi pas në 2026 në marrë parasysh se presidenti do të jetë çështja e parë që do të trajtohet, për ta ditur pastaj nëse mund të shkohet tutje edhe me votimin e qeverisë, dhe duke pas parasysh domethënë qëndrimet që kanë partitë politike, gjuhën që u përdorin në këtë, le të themi, fillim para fushate, sido që ta quajmë, tregon goxha shumë se ne nuk jemi larg asaj që ta përsërisim një krizë të njëjtë, pse jo fatkeqësisht kemi ndoshta një palë zgjedhje të tjera edhe në fund të vitit, dhe kjo do të ishte më të vërtet një goditje e rëndë, mendoj unë, për shtetin e Kosovës në shumë aspekte. Në qartë, në mënyrë eventuale për të bërë një lloj përllogaritje, a mendon se partitë e frontit opozitar dhe partitë e pakicave jo serbe e kanë vullnetin për të bërë bashkë për të çuar vetëvendosjen për të rezultatit për ta çuar në opozit, marrshkas LDK me zonjën Osmani, PDK me Nismën, por edhe AK apo deputetët e mund të themi të pakicave. A e bëjnë dot, më themi, numrin për të, në mënyrë hipotetike, po e mendojmë, apo prapë egot e tyre do të vazhdojnë të jenë të njëjta? Para punës, Alba, problemi që ndron diku tjetër. Pra me vendimin e fundit gjykatës kushtetuese sa i përket çështjes së presidentit, pra pas dekretit të zonjës Osmani, është bërë qartë se tashmë në momentin kur të konstituohet kuvendi i ri pas zgjedhjeve të qershorit, çështja e parë që do të trajtohet nga ana e kuvendit do të jetë zgjedhja e presidentit, sepse është totalisht e palogjikshme të votohet qeveria e të tjera, duke e ditur që në rast se nuk zgjedhet presidenti përsëri, në rast se nuk gjendet konsensus, atëherë në përsëri do të shkojmë në zgjedhje. Kështu që gjykata kushtetuese ka vendosur që fillimisht shkohet me zgjedhjen e presidentit, për ditur sakt nëse te i kalohet, le të themi, kjo çështje dhe në rast se te i kalohet, atëherë kalohet tek qeveria. Tani, këtu problemi që ndon këtu se edhe po të kemi eventualisht lëvizje eventuale të partive, që është e pritshme, pra po them, që mund të ketë një ngritje të LDK-s, ndoshta një ngritje të PDK-s, kemi edhe Partinë Social-Demokrate, por që ka hyrë në gardhe që ndoshta gjasa që të kaloj pragun normalisht nuk i ka dhe ashtë më dha, por normalisht mund ta bëj dallimin me faktin që megjithatë ajo do të marrë një pjesë të votuesve domosdoshmërisht. AK-ja të tjera, prapë dhe mund të kemi lëvizje eventuale të përqindjeve të partive, problemi që ndron që do të jetë e pamundshme, pothuajse, dhe mund ta them goxha lirisht që cili do blok, qoftë vetëvendosja me aleat të saj dhe me pakicat, qoftë partitë opozitare dhe me pakicat jo serbe, që është pak sa problem, është çështje që do ta diskutoj pas pak minutave dhe këtë punë, është shumë problematike që të arrijë në ato numra që atyre u duhen për të zgjedhur presidentin, pra që janë 80 plus një tutje deputet. Dhe ky është problemi, Alba, sepse ndoshta partitë opozitare me ose pa pakicat jo serbe dhe mund vinë deri në situatë eventuale, po them që kenë votat mjaftueshme për të krijuar një qeveri të pakicës, pra një qeveri opozitare. Por problemi prapë është tek presidenti. Pra asnjë rapal, në asnjë formë është pothuajse e pamundur, pra gjithmonë ekziston 1% aty mundësi, por 99% është e pamundur se cili do blok të arrijë në ato rezultate sa ta zgjedh presidentin i vetëm, pa ndihmën e njëri tjetrit. Dhe ky është problemi. Pra jemi tek ajo pjesa kur partitë politike tek ne, qoftë partia në pushtet, qoftë opozitare, ato opozitare duhet ta kuptojnë një herë mirë që pa bashkëpunim, pa konsensus me sistemin që ne kemi, është sa problem të pritet që një ditë një parti do të fitoj 80, më shumë se 80 vende në parlament për ta zgjedhur pastaj edhe presidentin edhe qeverinë dhe gjithë pa ndihmën e askujt. Pra është problem
nuk pritet ndodh një gjë e tillë. Nuk ka ndodhur as në kohën e zotit Dorgova që ka pas një mbështetje tepër të madhe pas luftës që nuk e ka prit askush. Pastaj edhe zoti Kurti ka bërë historinë me rezultatin e zgjedhjeve të fundit, po prap është e pamundur që të arrihet ajo përqindje që do t'i siguronte atij 80 vota